pse s'ka një maj në Shqipëri. Po I shihni njerëzit nëpër lokale duke hang mish. Jam vesh edhe me jeans, rroba veshja simbol e punëtorëve, që është prodhu për herë të parë diku nga shekulli 19 në Amerikë. Në fakt ky është edhe goli I parë që I kanë bë kapitalistët punëtorëve. Prodhun jeansin si rrobë që e vishnin punëtorët, minatorët e punëtorët e fabrikave, se ishte rrobë e fortë. Edhe ju bënte shumë punë punëtorëve dhe prodhun jeansin sa e prodhun për punëtorët, e prodhun direkt edhe për shtresën e lartë, për aristokracinë, me çmime sa frëngu pulën. Edhe kështu I vun në gjumë punëtorët. Jeans vishte bosi, jeans vishte punëtori. Mirë po, prapë se prapë, punëtorët u radikalizuan, që në 18-19 u ngritën demonstrata në Australi, në Kanada, në Amerikë, në Europë, kërkonin 8 orë punë, pagat standardizume, po ishin punëtor fabrikash, punëtor minjerash, punëtorët industrive të rënda, kanë ndërtu Amerikën, kanë ndërtu Francën, Britaninë, edhe kështu morën ca të drejta. Megjithse, kjo u ngeli si samar, vesh, bashkë me bosat. Bosat merrin parat, ata majën vesh jeansin. Shqipëri s'ka ditë punëtorësh, Shqipëri e bëri komunizmi si tradit fest, u dha pushim. Kam ardhur këtu, jam diku në një vend Shqipëri, nuk ka rëndësi tani, në një fabrik, ish fabrik tullash. Për ta konkretizu, isha duke kalu edhe pash këtë fabrikën edhe më kujtu që mund të themi diçka pse s'ka. Sot nuk ka fest punëtorësh, ashtu revolt punëtorësh, demonstrata punëtorësh, sepse nuk ka punëtor në Shqipëri. Se Shqipëria nuk ka asnjë lloj industrie. Shqipëria ka vetëm ekonomi shërbimesh. Për ata që se kuptojnë ekonomi shërbimesh është shitës. Ata që shpërndajnë pica, ata që shesin rroba nëpër dyqane, marrin ca paga qesharake, edhe janë tek e tek. Nuk ka më fabrika si kjo fabrika e tullave, që të kishte një sindikat të vetën. Shifje sa ka qenë. Edhe është në një zonë shumë të thellë të Shqipërisë, që vajte dalim kështu. Është një zonë shumë të thellë të Shqipërisë edhe shikojeni, ka pas fabrik, du t'i ketë pas një 200-300 punëtorë edhe kjo. A afrondat ata atje? Është I shkrim atje, nuk futemi dot këtu se e ka privatizuar më duket. Afroje pak këta, ta shohim çfarë lexon, nëse duket. Nuk afrohet nëse s'ka rëndësi. Në I parull për punëtorët, edhe për ndoshta për partinë e punës. Nuk ka fabrika si kjo. Nuk ka fabrika tjera që s'prodhon asnjë gjë Shqipëria, pra e kemi thënë vazhdimisht që s'prodhon asnjë gjë. Ata pak punëtorë që ka Shqipëria, ata janë të vetë punësuar. Bujku atje nar për çfarë do protestojnë, si do protestojnë, për çfarë drejtash do protestojnë, se është I vetë punësuar. Pjesa tjetër janë punëtorë shërbimesh, siç e tham, që s'ka kush I organizon, s'kan si organizohen. Dhe janë to punëtorët e ndërtimit. Edhe ata janë xhepa, nuk ka asnjë lloj sindikate. Për shembull, vitin që kaloi, duket kishin vdekur 30-40 veta nga kushtet e këqija në punë. Mbi 200, mbi 300 ishin aksidentet në punë. Por siç e keni pa, kur ndodh një aksident në punë, kur vdes një punëtor, kur bi invalid një punëtor, lajmi s'del as në një vend. Sepse atë firmën e ndërtimit që ndërton kullën, pallatin, e ka një pronar media për shembull. Dhe se nxirr, edhe kështu që edhe ata pak punëtorë që kemi ne I ka zhduk sistemi. Edhe shqiptarët tash I kanë dalë, isha sot kalova nëpër ca zona të Shqipërisë mesme të jugut. Shqyjnë mish nëpër lokale. Po, e din që është fest. Nesmen janë pa punë, prap, nuk është se janë punë, asnjë s'është në punë. Kështu vazhdon kjo historia jonë,
që s'dihet se ku do përfundojnë. Se dia do ketë bënë një protestë ajo partia Arlind Qorit sot, që pa të shku në herë t'i kemi njerët, po s'besoj. Edhe ata nuk organizohen dot, organizu një herë një protestë, një sindikat minator që zhdukën dhe atë. Kështu që për këtë arsye s'ka sot as demonstrat, as i protestë, megjithse Shqipëria sundohet prej 14 vitesh teorikisht nga një parti punëtorësh, nga një parti e maj, e cila ndan pushtetin me pasanikët, me miliarderët, e s'është të qa kokën fare për punëtorët. Kjo është Shqipëria, sot është 1 maj 2026 jemi. Në Itali ka protesta, në Francë ka protesta, në Britani ka protesta, në Greqi bëhen protesta, sepse ka sindikata. Ndërsa në Shqipëri, ju e keni pa, Edi Rama është shëmbur, kur shkon nëpër Europë, thot hajde në Shqipëri, thot se s'ka sindikata atje. Edhe në Kosovë ka sindikata. Miniera Tretës ka një sindikat të fuqishme që bllokon punën atje, paralizon gjithë Kosovën për t'i kërkuar ca drejta. Minimale. Edhe në Serbi prap ka sindikata. Duke në siç është populli, është edhe organizimi i punës. Ata që s'bëjnë protest se s'ka punëtor, hajde shifeni ç'a bëjnë, se për ne tashin fillim vetëm hanë. Njëtë me fabrikën e tullës, ish fabrikën e tullave, kanë gjeti vend këtu në natyrë, ja rrasin këto mbeturinat konsumin. Edhe vini gërmojnë sorrat tani, i hanë sorrat ato mbetjet që lënë shqiptarët që kanë hangë tani nëpër restorante për të festuar 1 majin. Kjo është situata e 1 majit në Shqipëri. Unë jam vesh me jeans. Në fakt, vesh rastësisht, po më kujtu rrugës që me lidh jeansin. Shumë pak veta e din që jeansi lidhet me 1 maj. Kohët e nverit punëtorët e këtyre uzinave mekanike, të ndërtimit, apo kujton këtyre fabrikave dhe këta punëtorët këtu si me siguri kanë pas rroba jeansi se dhe atëherë vishin. Edhe kështu është historia e punëtorëve, si ka nis lëvizja, si ja bëri golin kapitalistët, si ja bën golin, megjithatë prap nuk dorëzohen punëtorët. Kurse në Shqipëri zgjidhja është e thjeshtë. Mos ndërto, mos prodho asgjë, s'ke as punëtor, s'ke as sindikata, s'ke as kokçarje me protesta me gjëra. S'po tregoj këtë vendin këtë herë, prisni me ta gjini vetë se ku është. Gëzuar 1 maj